Është momenti i dur në kuadër të 75 vjetorit të çlirimit të vendit të vlerësojmë sakrificat e treguara në luftë dhe kontributi i veteranëve në çlirimin e vendit nga pushtuesit nazi-fashist, duke u rjeshtuar në krahun e forcave më përparimtare të kohës dhe në krahun e dur të historisë. Maqedonasit e Shqipërisë ju bashkuan partizanëve shqiptarë në luftën antifashiste nacional çlirimtare, ishin pjesë e koalicionit antifashist në luftën e dytë botërore dhe ndihmuan në çlirimin e Shqipërisë nga nazifashizmi. Jam krenar si Maqedonas, sepse Maqedonasit në luftën e dytë botërore shfrytzuan momentin historik dhe u përfshin në luftën antifashiste nacional çlirimtare të Shqipërisë. Në bazë të sakrificës të partizanëve Maqedonës në luftën antifashiste në Shqipëri, në luftën e dytë botërore, që në vitin 1945 Maqedonasit u njohën si pakicë kombëtare në Presp dhe fshatin Vërnik në zonën e Devollit, në qarkun e Korçës dhe në zonën e Gollobërdës në qarkun e Dibrës. Në këto zona Maqedonasit në Shqipëri fituan të drejtën e arsimit në gjuhën e tyre amtare maqedonase dhe Maqedonasit në Shqipëri zhvilluan kulturën dhe traditën maqedonase. Fatkeqësisht në zonën e Gollobërdës shkollat në gjuhën maqedonase u lejuan deri në vitin 1949, ndërsa në zonën e Prespës dhe fshatin Vërnik në zonën e Devollit, shkollat në gjuhën maqedonase nuk u mbyllën. Varet nga ne, brezi i ri maqedonasve në Republikën e Shqipërisë, të luftojmë për avancimin e të drejtave dhe lirive tona dhe pres që ky kuvend të mbështesë atë.